Deputeti i Partisë Demokratike Shqiptare Ziadin Sela është kërcënuar se do t'ia vë flakën kuvendit nëse është e nevojshme për të bllokuar miratimin e projektligjit të VMRO-DPMNE-s për forcat maqedonase të sigurisë. Do të tregojnë si do bllokohet ky ligj. Ta tregojnë amandamentin e fundit kur vini ta diskutoni ju. Do të shihni se si bllokohet ligji. Do të shihni kur t'i marrim këto foltore, këto mikrofona dhe këtij parlamentit ja vëmë zjarrin. Doni kështu? Doni kështu? E këto tjera të cilët ju i bëni, i keni loja fjalës, dhe asgjë tjetër. Ky reagim jashtë përerdhi pas vendimit që sollën deputetët maqedonas në Komisionin Parlamentar për Punë dhe Politikë Sociale për kufizimin e fjalimeve të deputetëve lidhur me shqyrtimin e mbi 15.000 amendamenteve të BDI-s lidhur me projektligjin e VMRO-DPMNE-s. Deputetja e BDI-s Ermira Mehmeti tha se me këtë vendim të kolegëve maqedonas suspendohet demokracia në Maqedoni. 15.500 amendamentet tona janë garanca më e mirë se ky debat do të vazhdoj, do të zgjas dhe në fund do të rezultoj me mos miratimin e një ligji kontrovers, përjashtues, imponues, arbitrar dhe me pasoja të rrezikshme për perspektivat e shtetit. Pas debateve të ashpra në Komisionin për Punë dhe Politikë Sociale është ndërprer seanca ku po diskutohet për projektligjin kontravers të VMRO-s me arsyetimin se amendamentet e BDI-s ende nuk janë përkthyer në gjuhën shqipe. Deputetët shqiptar po kundërshtojnë ashpër këtë projektligj pasi i njëjti parasheh të drejtat të posaçme vetëm për forcat maqedonase të sigurisë dhe përjashton ushtarët e UÇK-s. Riyad Murati, Top Channel, Shkup.